Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare Investigative Stop Krimit Fatmir Sena dhe bordi drejtues organizuan konferencën kushtuar 12 vjetorit të themelimit të kësaj agjencie, ku analizuan misionin në 12 vite dhe veprimtaria e vitit që po mbyllet. Lufta kundër krimit të organizuar, drogës, terrorizmit, dhunës dhe trafikimit të qenieve njerëzore, grave, vajzave e fëmijëve, mbrojtja e të drejtave të njeriut si dhe roli i agjencisë në parandalimin dhe denoncimin e fenomeneve ishin disa nga temat e trajtuara, për të cilat diskutuan ish drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, aktualisht kryetari i Organizatës së Veteranëve të Lançit, Veli Myftari, avokati i njohur juristi Idayet Beqiri. Pangjilmita, zonja dhe zotrinj, pjesëmarrës në këtë eveniment shumë të rëndësishëm, do thosha unë, në këtë fund vitit 2025, ju uroj me gjithë zemër gëzuar 12 vjetorin e krijimit të kësaj agjencie, që tashme vlerësoj që po bëhet me emër të madh dhe që i shërben shumë shoqërisë shqiptare. Gëzuar edhe festofshi edhe i 100 vjetorin dhe mëtej. Është mirë të thare vetë për njëre fillim. Jo një shoqatë të thjeshtë, por një agjenci e cila ka arritur që me këtë periudhë të vogël kohore, dhe pak e vogël, të bëj gjëra të mëdha. Para të fushë të jashtëzakonshme të historisë tonë. Pra kësaj historie njerëzore të Shqipërisë tonë. Ndaj dhe për ditë për ofrohen miq, dashamirë të gjithë fushave, siç përmendet dhe Niku i Fatos, që ka të bëjë me Niku Ibrahimit, një kuadër vërtet të kohës, të jashtëzakonshëm. Kur them të jashtëzakonshëm, për ato çfarë janë bërë në periudhë të madhe. Ish drejtuesi i lartë i Policisë së Shtetit, avokati dhe pedagogu i Akademisë së Sigurisë Fatos Hasani, i cili me pjesëmarrjen e tij së bashku me ish drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, zotin Niko Brahimaj, nderuan këtë konferencë. Zoti Hasani, pasi vlerësoi punën 12 vjeçare të Agjencisë Ndërkombëtare Investigative Stop Krimit, në fjalën e tij ndër të tjera, u përshëndrua dhe tek bashkëpunimi institucional, ndërkohë që ofroi mbështetje me teknologjinë për arkivën e saj. Ne kemi marrë përsipër në mënyrë drejt për drejt drejtorit ekzekutiv zotit Sena, që në lidhur me Agjencinë Investigative Stop Krimit, të japim një kontribut ku në muajin janar, me datën 20 janar, me qenë se jeni gjithë këtu, ata që jeni në letën për të vlefshëm dhe të pranishëm për të ardhur, për të na dëgjuar, ne do organizojmë një simpozium shkencor me njerëz të fushës me akademi. Gjithashtu, për të pranishmit pjesëmarrës në këtë konferencë, drejtues të agjencive partnere nga bota, drejtues të filialeve të kësaj agjencie në Europë dhe më gjerë, përfaqësues të institucioneve ligjbatuese të vendit, referuar Flavia Koka, përfaqësuese e të rinjve në Agjencinë Stop Krimit, Daniela Xhela, juriste e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale Fushkruj dhe Silvana Braçe. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare Investigative Stop Krimit Fatmir Sena theksoi rëndësinë e bashkëpunimit institucional dhe ndërkombëtar, si dhe angazhimin e vazhdueshëm për mbrojtje të sigurisë dhe të drejtave të njeriut. Një falënderim i veçantë shkon për bashkëpunëtorët, partnerët institucional, media dhe çdo individ që ka besuar, na ka mbështetur dhe ka qëndruar pranë në luftën kundër krimit të organizuar, drogës, terrorizmit, dhunës dhe trafikimit të grave dhe vajzave, është shprehur zoti Sena. Gjatë aktivitetit u shpërndan çmime dhe tituj të lartë ambasadori i përhershëm i paqes, kalorës i paqes, honoris causa dhe certifikata vlerësimi për të gjithë veprimtarët dhe misionarët e trojeve shqiptare të Agjencisë Stop Krimit, ndërsa çmimi njeriu i vitit 2025 ju dha humanistes Bujana Malaj. Në konferencën e organizuar për 12 vjetorin e krijimit të Agjencisë Ndërkombëtare Investigative Stop Krimit nga strukturat drejtuese dhe drejtori ekzekutiv i saj, zoti Fatmir Sena, u vendos që të dhurohen ndihma për fëmijët e punojësve të Policisë së Shtetit të rënë në krye të detyrës në Shkodër në rastin e festave të fundvitit me mbështetjen e Bio Mulaku, bamirësit shqiptar nga Kosova me banim në Zvicër.